Pas publikimit të rastit të plagosjes mes të rinjve janë marrë masa ndaj 15 vjeçarit të përfshirë në incidentin e ndodhur në gjimnazin Suleman Delvina në Delvin. Adoleshenti Frank Hamiti, i cili goditi me thik bashkëmoshatarin e tij Dionis Cavo, 16 vjeç, është përjashtuar nga shkolla pas publikimit të ngjarjes dhe protestës së nxënësve. Sipas dëshmisë së vetë plagosurit, konflikti mes tyre ka nisur për një arsye të vogël, një shkelje këmbë pa dashje brenda ambienteve të shkollës. Debati ishte përkallëzuar më pas në oborrin e shkollës, ku situata ka dalë jashtë kontrollit dhe është përdorur thika. Si konflikt lindi për pse qelloi derën e tualetit, unë shkova në tualet, i shkel pa dashje këpucën shokut e atij, dhe i them, më thot mua që avash, edhe nuk i vura shumë veshin, po nuk më tha djalë që më qelloi, më tha shoku i tij. Shkoj në tualet, qellon derën e tualetit, dhe më pas dal jashtë dhe i them, i bërtas, çfarë bën më idioti, tash ti e qellon derën për veprimin që ka bërë. Dhe më thot që i thash kush e qelloi në fillim, se nuk se ndaj që jam pak i tronditur, prandaj po e flas kështu. Edhe i thash çfarë bën më idiot? Jo, kush e qelloi derën? Më thot që unë e qellova, tha. Çfarë bën më idiot? I thash unë si e qellon derën, pse e qellon derën? Më thot mua që jo andaj kote. I them, të kam respektuar, po, më ke respektuar, po, çfarë ke? Djelë mësuesja që kishte mësim me klasat e tjera dhe thot çfarë keni? I them unë që qelloi derën e tualetit edhe unë po i bërtisja kaq. Iki tek zire pastruesave, vjen drejtori. Vjen drejtori më thot çfarë keni? I them që më qelloi derën e tualetit dhe unë i bërtita. Më thot drejtori më tregon situatën që ai ka pasur disa trauma dhe i them që rregull drejtor, më thot kërkoj falje dhe mbylli muhabetin. Në rregull. Bëra unë sikur isha fajtori. Mora fajin për ta shuar sherrin dhe më thot që do bëjmë sherr, nuk mbyllet këtu thot. I them që për të bërë sherr, tash unë i thotë drejtori që të shuanim sherrin, hajde të vëmë në palestër. Thot që hajde thot. Jo, i them unë, drejtori më tha mos prano, tha. Jo, i them unë që nuk duhet të bëjmë sherr për të vrarë vetëm kur duash. Që ta mbyllim sherrin, i them më fal, i jap dorën. Ma dha me sforcë o dorën. Nejse, unë mendova se u mbyll gjëja. Dal nga shkolla, pa të ditë. Sa dola nga shkolla në orën 1 çerek që dalim nga shkolla, vjen një djalë dhe më flet, më thot që të kërkoja, nuk më tha se kush më kërkonte, as pse më kërkonte. Shkoj tek vendi, rreth 15 metra larg vendi që unë u qellova. Më thot që ti isha i fortë, çfarë thua, i them unë. Një të nxjerr thikën edhe futet djali që më foli për të mbrojtur, e çan në dorë atë. Edhe futet për të mbrojtur, unë mora një gur që ta qelloja direkt sa e pash. E qelloj me gur, po nuk e kapi guri, shpëtoi. Pastaj kalon atë djalin dhe më qellon 4 me thika. Ku i keni marrë? Në shpatull, në pjesën e shpatullës komplet, pjesa e shpatullës është e fashuar. Unë pengova, rrëzova, rash në shesh dhe më pas jam çuar me këmbë të mia, erdhën shokët e gjithë atje. Ai u largua, kam shkuar tek direktoria që afër edhe i flas një djalë, një person që është nga Delvina që e njeh, që kisha muhabet, marrëdhënie shumë të mira dhe me atë. Dhe i them që më kanë qelluar me thik, mund të më çosh deri në spital, po të çoj ju, më thot mua. Më solli këtu jas. Erdha u futa në spital, i them më kanë qelluar me thik direkt në foto në sallë, më mjekuan, më pas kam ikur në Sarand për të bërë një grafi se ndërsa thika kishte prekur ndonjë prej organeve, më shkrive gjëra siç dihet. Por fatmirësisht isha shumë mirë. Si pasojë e përplasjes, mbeten të plagosur 2 adoleshentë, Dionis Cavo, nxënës i vitit të 2 në gjimnazin Suleman Delvina, u godit në shpatull dhe në krah, ndërsa i tjetër nxënës që ndërhyri për të ndalur konfliktin, mbeti i plagosur në dorë. Për ngjarjen ka folur edhe mjeku Nikolin Kote, i cili ka treguar momentin kur të dy të rinjt janë paraqitur në spital për të marrë ndihmën mjekësore. Sipas tij, adoleshentët mbriten të plagosur, por jashtë rrezikut për jetën dhe më njëherë morën trajtimin e nevojshëm nga stafi mjekësor. Ngjarja ka ndodhur në datën 4 mars. U paraqit këtu në spital, më kanë goduitur me thik, tha ku? Lart, tha, afër qafës dhe nuk e dinte se sa apo se ku fiks. Direkt kemi hyrë në dhomën e kirurgjisë, kam thirrur gjithë stafin e infermierëve, filluam të zbulonim plagët një nga një,
por nuk mund t'i konkretizonim të gjitha, sepse i gjithë lëkura ishte lyer me gjak dhe ndërkohë që shikonim vendin e rrjedhjes të gjakut, atje përqendroheshim se ku ishte plaga. Gjeta të parën, të dytën, të tretën, të katërën e kemi gjetur në fund që ishte diku këtu te klavikula, pasi u pastrua dhe lëkura. Edhe në fillim kemi bërë ndalimin e hemoragjive, sa të identifikonim se cilën plagë, se sa e thellë dhe se çfarë problematike kishte secila. Dhe në momentin që identifikuam, për shembull tek pjesa e shpatullës ishte e thellë deri te afër artikulacionit, dhe aty unë jam detyruar të bëj 2 shtresa me qepe, një me PGA që është shtresë e tretshme dhe një me sipërfaqësore që është me prolen. Plagën këtu te klavikula vetëm me sipërfaqësore prolen, po kështu edhe një këtu te muskuli trapezoid i qafës. Kurse plagën e fundit, të cilën nga që hemorragjia ishte shumë aktive, unë kam vendosur një lloj garze, e cila është me lëndë hemostatike për të ndaluar hemorragjinë, është pikërisht ka ardhur nga pjesa e përdorimit ushtarak, të ushtrisë. Djali ishte gjithmonë në monitorim. Në këtë moment mendova se mos kisha të bënja me pneumotoraks, është një term mjekësor që futet ajri në midis pleurave, ose dhe hemotoraks. Për këtë vërtetuar këto mua më duheshe një imazheri, qoftë grafi, qoftë skaner, por ne në spitalin tonë nuk i kemi këto. Kështu që pasi e imobilizova përsëri me një garzë tjetër, edhe nisa me ambulancë në Sarandë për të bërë imazherin. Kurse djalin e dytë, i cili erdhi 2 minuta më mbrapa, sepse na rastisën të dy njëri pas tjetrit, ishte me një prerje në pjesën midis gishtit të parë dhe të dytë, na tha që mbajta thikën. Në atë moment kur këta ishin të dy në dhomë, sepse pastaj unë ndam, se unë bën dhe shumë infermier, dhe asnjë nuk po largoheshe, me thënë të drejtën, punën për të bërë, po jepnin pjesën e tyre. Më bëri shumë përshtypje një moment kur djali tjetër, Mikaili, tha që të lutem shpëto atë, shokun tha se unë vetëm dorën kam, edhe mua në atë moment më kujtua ai rasti që ka ndodhur në Tiranë, që është vrarë një djalë, me emrin Martin e ka dhe thash, Zot më jep fuqim, sepse nuk mund të bëhet ky një Martin i dytë. Edhe kemi bërë më të mirën tonë të mundshme për ta shpëtuar. Ngjarja ka ngritur shqetësim në Komitetin e Delvinës, duke rikthyer edhe një herë tjetër vëmendjen tek nevoja për më shumë kujdes, komunikim dhe bashkëpunim mes shkollës, familjes dhe institucioneve, në mënyrë që konfliktet e tilla mes të rinjve të mos përshkallëzohen në dhunë dhe të shmangen ngjarje që mund të rrezikojnë jetën e tyre.